punën e serialeve, sepse ne shkollohemi për këtë punë. Kjo është e profesionit tonë. Edhe seriali, edhe filmi, edhe teatri janë profesionit tonë. Na shkollohemi për to 4 vite studime, shkollohemi dhe pregaditemi për këtë fushë që na pret. Do më thasë çështja pse ne inkuadrohemi në për seriale, kjo është në për botë, nuk diskutohet jo vetëm Kosovë. Është sendi më i mirë që është për momentin në vendet tona. Unë bile bëj thirrje televizioneve që sa më shumë se populli jonë ka nevojë shumë për seriale. Nuk do të thonë vetëm komike, mirë po ka edhe nevojë për seriale dramë, për seriale edhe për seriale tjera, mirë po sidomos se shpesh po na kritikojnë, po thonë adin ju po bani vetëm komedi, adin. Po tashti, unë shoh dhe shfaqjen që kemi në teatr kombëtar, është repriza 22, nëse nuk gaboj, ka kalu edhe pak i bani vetë edhe pas një viti gati çdo herë është për plot, se është faqja komedi. Po ti edhe nëpërmes qeshurës e qeta të keqen që thojnë ana. Ti ose ti të keqen kemi qitë diqysh, ose të kajtë ose të kesh, diqysh kime njënën dohet. Kështu që populli jonë ka problematika shumë, është popull i cili kanë vujt shumë, kemi vujt shumë, nuk ka edhe shumë herët që më thonë, kemi dalë për luftës, hala ka plak të hapëna, hala ka sen edhe njerës ka nevoj me kesh, ka nevoj me knaqë. Po, nuk të më thonë që s'ka nevoj me oponu dhe seriale, drama, po diçka tjetër. Mirë, po për shembull unë çuditem se si edhe televizioni publik dhe i vonë ka pas, nëse nuk ka bëj, ka pas konkurse, tash nuk ka për seriale, po unë jam shumë pro televizioneve private të cilat japin mundësi aktorëve, producentave, këtë rast, mundësi që për me themelu ose me kriju grupe seriale të reja që me vazhdo puna.